Po pse nuk e keni vënë re ju? Shkojnë, ndërtojnë podiumin, flasin, hedhin flakadan, ikin në shtëpi. A i kemi parë këtë skenar ne? Ne i kemi parë këtë skenar. Dhe unë nuk mendoj që kjo është e keqe apo e gjë më e madhe. Sa më shumë protesta të ketë aq më mirë. Problemi është këtu që nëse ti je një parti politike që e kupton që i njëjti veprim nuk të sjell rezultate, ti nuk mundet ta përsëritësh gjithë jetën tënde opozitare. Derisa Zoti të marr, nuk mund të përsëritësh të njëjtën veprim dhe të marrësh rezultate të kundërta. Ti thua që Edi Rama nuk vjen të vështirësi nga protesta. Po nuk mendoj unë, mendoj që është e qartë. Shiko, ne në këtë vend. Nëse vën tenda ata, nëse vën çadra aty? Po le të shkojnë. Ne kam përshtypjen edhe ju e keni vizituar shtëpinë e Bardhë në Shtetet e Bashkuara. Aty ka një çadër që në 64, duket. Tek shtëpia e Bardhë. 46 vjet protest. Po. E bën. Instalon një çadër para DRS, edhe ai e nisi për luftën nukleare. Ai zotëria aty që bën protestën para shtëpisë Bardhë. Dhe tani vazhdojnë të tjerë. Dhe tani vazhdojnë akoma. Është i njëjti, është bërë me flok gjata ai. Tani në këtë mos gaboj. Po unë kur kam shku, e kam parë dhe njerëzit tregonin kuriozitete për atë. Që ky zotëria ka 35-40 vjet. Atraksion turistik tani. Po, ishte edhe e tillë. Kush e ka vizituar shtëpinë e Bardhë mund ta identifikoj. Në këtë kuptim, unë mendoj që Ramën nuk e rrezon nëse opozita i vendos vetëm aksionit vet politik fjalën Rama. Hiqi një parti opozitare fjalën Rama dhe nuk ka për të thënë asgjë. Hiqja nga fjalori. Merre, bëj eksperiment social. Thuaj, do vish në studion time, do flasim një orë për opozitën, për alternativën tënde, po me i kusht, nuk do përmendim fjalën Rama. Ti vetëm do pyesësh dhe s'do marrësh asnjë përgjigje. Sepse lufta e opozitës është ramizuar, ka vendosur vetëm Ramën. Nuk mundet që një opozitë të abrazojë gjithë politikën e vet, gjithë aksionin e vet tek kundërshtari. Ore në vendet europiane humbe edhe fiton një parti opozitare edhe kur qeverisja është e mirë. Ta them në aksion në këtë hipotetike. Churchilli fitoi luftën e dytë botërore dhe këtu është krijuar përshtypja që opozita duhet të vinë në pushtet vetëm sepse Rama nuk di. Po në rastin se Rama me 84 mandate, 83. Shikon në një ëndër, edhe thotë unë ndriçova sot do qeveris mirë. Opozita s'do bëj me luftë politike? Opozita do shkojnë në shtëpi, do thotë bravo Ramës që qeveris mirë. Pra opozita do duhet të ndërtojë edhe alternativën e saj politike. Dhe unë shpeshherë ndodhem për kësaj përballje, që pse i bën opozitë opozitës. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër që opozita të vinë në pushtet. Nuk mund të vinë me një mekanizëm të Ramës. Pra thon, pse nuk kritikon ti Ramën? Rama është në pushtet. Mbajtja e pushtetit është shkencë më vete nga ardha në pushtet. Pra Rama mund ta mbajë në pushtetin ose një qeverisje mund ta mbajë pushtetin dhe me krim, dhe me dezinformim, dhe me dhunë, dhe me banda, dhe me diktaturë. Po me të njëjtat elemente që dikush mban pushtetin, nuk mundet që ai që pretendon të vinë në pushtet thotë shikoj unë mund t'i kem të tëra nga pak këto, po ai kam shumë. Jo, unë besoj që do duhet vi me program të qartë, po jo program të shkruar, program të demonstruar, se këtu ndonjëherë se programi ta bën çati. Do të më jep një program politik për Shqipërinë e 2030-s. Dhe ta bën çati. Problemi është që atë që ti përfaqëson ai demonstron dot. Dhe unë mendoj që opozita problemin më të madh e ka që nuk demonstron dot aksionin e vet opozitar. Dhe kjo është arsyeja që sot është e përçarë dhe ka nxjerrë 200.000 votues më pak në zgjedhjet e fundit. Të cilën në fakt e pamundson. Dhe këtë sigurisht do duhet që t'ia faturoj leadershipit. Çdo kompani e vogël në fund të vitit i kërkon pronarit vet ose leadershipit vet, CEO-s vet i kërkon, më jepni çik tabelën e rezultateve. Kur nuk i dalin më shumë shitje se viti kaluar, e shkarkon CEO-n. Më kujtuan. Tani partia politike nëse do të fitojë nuk ka logjik ndryshe. Do duhet ta marrë CEO-n dhe ti marr rezultatet, thotë si ke të dhënat? Berisha qeveris me ngjarjet e përditshme, nuk qeveris me emergjenca, nuk qeveris me rezultate. Në prill janë zgjedhjet në Partinë Demokratike. Si parashikon? Berisha do garoj? Unë besoj që Berishën është çike vështirë ti tregoj rrugën dikush, edhe unë besoj shumë që mundsi. Pse nuk kanë Partinë Demokratike dikush që thotë stop boll se mbaroi dhe mandat? Ne kemi menduar shpesh këtë. Po unë mendoj që partitë politike nuk ndahen, për shembull kur e marrin shtetin, fjala vjen sot ne Ramës i faturojmë një element shumë problematik, përdorimin e shtetit, unifikimin e partisë me shtetin.
Mirë, po kjo mund të ndodhe edhe në miniatur kur këta qeverisin, le të themi, partit. Pra përdorin burimet e brendshme të partisë për të unifikuar liderin e tyre. Dhe mendoj që gjatë gjithë këtyre viteve, me një kontribut të jashtëzakonshëm të brendshëm politik të Berishës për Partinë Demokratike, mendoj që ai ka devijuar gjitha resurset e partisë që sot të mos jeti thyeshëm. Dhe përgjithsisht liderët historike të së djathtës, pra është pak edhe në konceptin e së djathtës, do duhet të bëjnë një tërheqje prapa për t'i lënë mundësi elitave dhe për t'i lënë mundësi të rinjve të performojnë. Është shumë e vështirë që një lider historik të pretendosh që ta rrezosh me këto mekanizmin e të qenurit i barabartë në zgjedhje. Kush hyn me Berishën në zgjedhje nuk është i barabartë me zgjedhjen. Për aq kohë sa cënohet barazia. Para një Berisha do jetë kandidat përsëri? Si po e shikoni? Ashtu siç ka thënë Berisha, po. Nëse Partia Demokratike dhe i bie që Berisha fiton. Nëse Berisha fiton, nuk ka fituar ndonjë gjë Shqipëria. Berisha vetë sigurisht ka fituar. Mbetet dyshi i partisë politike, le të themi i vendit, mund të mbrojë rrethin e tij familjar, të influencës ekonomike me imunitetin që i jep në një farë forme të qenurit i dyti i opozitës, po në termin e standardeve të një jete më të mirë për shqiptarët, unë nuk mendoj që fitojnë dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Dhe e fundit, marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Qiraxhi, janë në një moment shumë interesant. Para njëherë mendonim që Rama i kishte në pikën 0, por bordi i paqes e ngriti aq shumë kuotat e Ramës në këtë drejtim sa ai shumë shpejt do shkojë në Shtëpinë e Bardhë, datën 19, për pak ditë, për 10 ditë. Është një benefit politik i madh për Ramën ky moment? Sigurisht që po. Edhe kryesisht liderët, le të themi, të Shqipërisë historikisht e kanë përdorur politikën e jashtme për të qeverisur së brendshmi. Dhe gjithmonë kanë shfrytzuar mundësitë për të shfrytzuar politikën dhe marrëdhëniet e jashtme në aspektin individual për të grumbulluar pushtet. Në rastin e një shteti normal, kjo nuk duhet të konsiderohet propagandë, po dukshëm qeverisja në vendin tonë është bërë pak galaktike dhe qytetarët nuk po e kuptojnë se për çfarë po qeverisen dhe si po qeverisen. Pra parlamenti diskuton, fjala vjen me gonigal, do shkoj Rama në Davos, nuk do shkoj në Davos, shkoj këte, nuk shkoj ande, kryeministri, kryetari i opozitës. Dhe qytetarët është bërë aq galaktike se ne jemi shkëputur sa janë çmimet e ushqimeve. Ore çfarë bëhet me apartamente? Jo, për Ramën kjo përkthehet një garanci. Për Ramën, çdo lloj afilimi politik është një, le të themi, një aksion më shumë kundër opozitës. Pa ambasadorën në Tiranë. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara për shqiptarët janë shumë të rëndësishme. Kush do të jetë kryeministër? Edhe kryeministri më i keq i vendit tonë do duhet që ne do duhet jemi të gëzuar që po mbajmë marrëdhënie të mira me qeverisjen e Shteteve të Bashkuara, me Shtetet e Bashkuara në përgjithësi. Pra unë nuk mendoj që ne narrativën duhet ose perspektivën nga shtrojmë bisedën është që a është një kryeministër i mirë kur takon një president të Amerikës. Nuk mendoj që është barometër. Barometri të takosh ose jo Trumpin, të takosh ose jo zyrtarët e Europës, nuk besoj që është i vlefshëm për të matur sa i mirë je si kryeministër. Kushdo do ta bëj. Ty t'i jep vendi me vot, t'i jep vendi autoritetin për të përfaqësuar atë jashtë ti. Në këtë kuptim, qofsh i mirë, qofsh i keq, do duhet që ta përfaqësosh. Dhe këtu gabojnë me propagandë partitë politike të vendeve tona. E ndryshme është pasaj situata thellohet pasaj kjo problematik me kampin e Partisë Demokratike. Pa Partia Demokratike mundohet të sulmoj Partinë Socialiste për të thënë që Ramën nuk po e qasnin me në Shtëpinë e Bardhë, ndërkohë që vetë drejtuesi i Partisë Demokratike është non grata ndaj. Edhe është non grata për shkak korrupsioni. Është edhe nonsens. Edhe ti si qytetar përplasesh me kaq nonsense, sa pasaj e vetmja zgjidhje është të mos interesohesh për politikën. Dhe kjo ka ndodhur. Për ta mbyllur, Miguel, do doja diçka për skandalin botëror Epstein. Se atë
e spellojnë Epstein, pa është gjermanisht Epstein. Po. Unë për shkak të familjes sime që jeton në Amerikë, vllajt, prindërve, e kam të ndarë jetën me... Po si ikë në Amerikë dhe ti të babit, të mamit, të vllaj? Shiko, ëndra çdo familje shqiptare është jenë të bashkuar. Por kjo tashmë është ndërthyer për shqiptarët dhe e pa realizuar. Që do të thotë ne për shumë kohë dhe për shumë gjatë me shumë mundësi nuk do jemi do të bashkuar, por gjithsesi mundësitë dhe komunikimi është bërë me ai. Unë nuk e kam pasur ndonjëherë dëshirë me ai. Është çështje dëshirash. Njeriu rritet kam përshtypjen me ëndra. Po pse ke babin, mamin, vllajin atje? Ku i ke? Në Boston? Në New Jersey. Në New Jersey. Po. Dhe ti nuk shkon atje? Shkoj për pushime. Po mirë, për pushime. Dhe është fat i madh që janë ata ande, edhe si për çdo familje shqiptare, domethënë është një kolor më i mirë për shëndetin financiar të familjeve ku kanë dikande. Tani për skandalin Jeffrey Epstein? Edhe po thoja që mua gjithmonë më ka interesuar dhe unë jam një portal CNN, një portal shqiptar për të kuptuar se çfarë ndodh me botën. Sigurisht që ai është një skandal i jashtëzakonshëm, brutal, banal, por nuk duhet të bijem pre e dënimit të një qytetërimi të tërë përrisht të një pjesë të elitave që keq performojnë. Pra unë është vetëm një pjesë e elitave, jo të gjitha elitat? Këtë gabojmë. Ne po absolutizojmë mënyrën se si sillen elitat e një qytetërimi që është më i suksesshëm sot në botë. Sepse ka përfshirë dhe Europën dhe Amerikën. Pra nuk është vetëm një skandal i izoluar dhe Britaninë. Dhe te kanibalizëm? Çdo gjë që është zhvilluar aty është e dënueshme. Është banale, është jashtëzakonshme. Gjithë duhet marrim përgjegjësi. Çfarë detajt ka bërë më shumë përshtypje? Çfarë krimi, çfarë abuzimit ka bërë më shumë përshtypje? Kam përshtypjen që lidhet më shumë me këtë banalitetin e skeqes. Se si ne i tolerojmë ose si disa individ performojnë në një shoqëri pa pasur ndonjë merit veçantë. Pa nëse shikon profilin e Epstein, ti kupton që është i pa arsimuar, i pa ndonjë kredencial publik, pa ndonjë merit publike, pa ndonjë kontribut ka arritur të mbërthej gjithë elitën. Ka arritur të fusë në një vorbull, një elitë që nuk e ka arritur vetëm ai, se nuk besoj se ata vinin me zor aty. Se po ja faturojmë Epsteinit sikur ky ishte një djalë joshës për pjesën tjetër. Jo, unë kam përshtypjen që të gjithë që janë pjesë e kësaj janë në pozitat e bashkëpunëtorit. Nuk mendoj që dikush mund të ndihet keq sot se po del në dosjen e Epsteinit, se Epsteini e bëri ato të... Ka një detaj, për shembull, cili krim të ka bërë më shumë përshtypje që ishte më të vërtet i neveritshëm? Shiko, këto çështjet e kanibalizmit sigurisht të lënë një mbresë të madhe. Kanibalizmi? Po këto janë deklarata, nuk janë pjesë e dosjes. Nuk janë pjesë e dosjes. Dhe mua më vjen keq që është kur shokimi është shumë i madh, vendi për konspiracion dhe për dezinformim është akoma dhe më i madh. Shqipëria ka Epstein të saj? Po absolutisht po. Kemi dhe ne Epstein. Unë mendoj që jo në anglisht. Unë mendoj që një shoqëri të cilën vlerat e saj nuk ka domethënë mbi parimet të cilën ndërtohet ky vend, nuk po ndërtohet në këto 35 vite mbi vlera, unë besoj që ka të gjitha hapësirën e mundshme për të ndërtuar Epstein, ashtu siç e kemi parë edhe në të përditshmën tonë, gjithkush mund të flasë dhe mund të dëshmojë për vështirësinë që sepse mendoj që simboli i Epsteinit është ky. Gratë dhe vajzat përdoren për epshet e individëve të cilët kanë pushtet, kanë gjithçka dhe për shkak se monedha është në qendër të shoqërisë, ata mundet që të kthehen edhe në çnjerëzor. A ka Shqipëria të pasur të cilët me pushtet, të cilët nuk kanë vlera dhe abuzojnë me vajza dhe gratë? Po, shumë. Dhe ne për këto duhet të flasim. Informacion në kuptimin e një le të themi të strukturuar për të ndërtuar dosje penale apo denoncime, sigurisht nuk kam. Por ne mundet që të dëshmojmë. Ne kam përshtypjen që një pjesë e mirë e shoqërisë tonë mundet që të ketë referencat e tyre kur bëhet fjalë për individ të cilët gëshetojnë. Shqipëria ka gra, vajza që abuzohen nga elita politike dhe jo vetëm? Absolutisht po. Gra dhe vajza që abuzohen nga elita politike? Absolutisht po. Unë mendoj që është një tmerr i madh të jesh grua apo vajzë e cila do të bësh karrierë në realitetin shqiptar. Është tmerr, është terror
për një grua dhe një vajzë që do të performoj në shoqërinë tonë. Dhe këtë sigurisht ne do duhet ta flasim më shumë, do duhet i vëmë pikat e nxehta më në dukje për të pasur mundësi ti korrektojmë. Mos harrojmë që kjo gjë mbetet e fshehtë për një kohë të gjatë. Epsteini ishte një skem që operoi për dekada. Derisa ky individ ka qenë të veçantë që mbante rekord për çdo gjë që bënte në jetën e vet. Imagjinoni nëse Epstein nuk do mbante rekord, nuk do mbante arkiva, nuk do mbante foto. Që pjesa më e madhe e këtyre që operojnë, që gëshetojnë pushtetin, perversitetin dhe paran, në të njëjtën pikë bashk, përgjithsisht nuk arkivojnë dhe nuk dokumentojnë jetën e tyre. Ai që e bëri na shpërfaqi këtë realitet. A ka individ në Shqipëri me pushtet, me para dhe me pervers, të cilët nuk e dokumentojnë jetën e tyre që pasaj më pas ta kemi ne si dëshmi? Unë besoj që po. Okej. Miguel, falenderoj shumë për këtë bisedë gjithëpërfshirëse, nuk ishte vetëm një temë dhe ne do kemi edhe raste të tjera. Shumë kënaqësi edhe për mua.